Një tjetër atentat tronditi vendin mbrëmjen e djeshme në Lezhë, mbeti i vrarë përpara lokalit të tij në fshatin Plan, Gjovalin Prendi, i ati Iran Brahimit alias Sidorel Prendi, në një atentat mafioz. Por kjo nuk është hera e parë që atij bëhet atentat. 4 vite më parë, lokali të Gjovalin Prendit i bën 2 sulme, njëherë me eksploziv dhe me armëzjarri, por nuk pati të lënduar. Ai është i ati i Iran Brahimit, i ekzekutuar një vit më parë në Greqi në sy të gruas dhe djalit. Sa i përket ekzekutimit të tij në Greqi, dyshimet ishin se vrasësit ndiqnin në mënyrë periodike partneren dhe fëmijën e tij në Greqi derisa arritën të ekzekutonin 32 vjeçarin. Prej 3 vitesh Iran Brahimi ishte larguar nga Shqipëria për t'u fshehur drejtësisë dhe hakmarrjes mundshme nga rivalët, ndërsa njihej si armik i Ervis Martinajt. Atentati ndaj mikut të tij të dikurshëm Ylli Ibrahimi në Lot, ku mbeti i vdekur Klisman Peçi, e largoi atë nga Shqipëria duke u strehuar në Emiratet e Bashkuara, por kundërshtarët e gjetën në një lagje në Athinë ku kishte shkuar për të festuar Pashkën, edhe në një atentat mafioz 2 persona me motor janë ofruar dhe e kanë qelluar për vdekje. Në momentin e ngjarjes pranë tij ndodhej partnerja dhe djali i tyre i mitur. Pistat e hetimit janë fokusuar në hakmarrje pasi 32 vjeçari, që njihej edhe me emrin Sidorel Prendi dhe kishte precedent rrezikshëm kriminal në Shqipëri. Përplasjet e armatosura datojnë që në vitin 2014 kur në një atentat vritën 2 kushërinjtë e tij, Klodian Dreca dhe Taulant Prendi dhe u plagos Aurel Prendi. Në 2020 në lokalin e babait të tij, persona të pa identifikuar qelluan me breshëri por pa lënduar askënd. Brahimi gjithashtu ishte shpallur në kërkim nga policia shqiptare që në vitin 2021, pasi dyshohej se bashkë me Ramazan Rajen dhe Alessio Dobrozin, hyn të armatosur në një lokal në Zejmen të Lezhës, terrorizuan klientët dhe kërkuan pronare. Edhe pse policia nuk e ka dokumentuar Orhan Brahimi, njëri si kundërshtari Ervis Martinajt i zhdukur prej vitit 2022, ku informacionet flasin për një sherr fizik mes tyre. Nisur nga këto informacione, Orhan Brahimi ka qenë i dyshuar për vrasjen e Birilant Martinajt dhe 2 të tjerëve më 17 korrik 2022, si edhe për ngjarjen e 5 ditëve më vonë, ku tentua të eliminohej miku i tij i dikurshëm Ylli Ibrahimi, por u vra Klisman Peçi. Atentati ndodhi kur të dy po ktheheshin në shtëpi me makinë të blinduar. Në të shkuarën e errët të Orhan Brahimit, policit e 2 vendeve do të përpiqen të gjejnë dhe dokumentojnë emrin e autorit apo porositësit të vrasjes që tronditi Athinën.